Qyteti Brno e Republikës Çeke nga data 26 deri më datë 30 gusht është një koqire manifestimi sportiv, lojrat evropiane të atletikës për fëmijë 2026. Në këtë garë do të marrin pjesë mbi 2500 garues nga 27 vende evropiane. Gara do të mbahen sipas rregullave botërore të atletikës. Sipas organizatorëve, do të marrin pjesë pionerët më të mirë nga Evropa të lindur nga viti 2011 deri në vitin 2015. Numri i madh i pjesëmarrësve e bën këtë garë më konkurruese, ndaj lufta për të siguruar garat finale do të jetë shumë e madhe. Në këto lojra të atletikës për fëmijë, në mesin e shumë klubeve pjesëmarrëse do të jetë edhe klubi i atletikës Kamjani, që do të përfaqësohet me 5 atlet. Para nisjes për Brno të Çekisë, trajneri Ibrahim Xhemaili për televizionin Koha tha se kjo garë paraqet një eksperiencë të rëndësishme për atletët e këtij klubi. Nga data 26 gusht deri më 30 gusht do të jemi pjesëmarrës në një garë evropiane, e cila do të jetë një eksperiencë e re më tepër për klubin ton, do të jetë një eksperiencë për atletët ton, edhe shpresojmë që të përfaqësojmë klubin e atletikës Kamjani sa më mirë. Klubi i atletikës Kamjani në Brno do të përfaqësohet me 5 atletë më të mirë dhe pritet paraqitje dinjitoze e tyre. Ne marrim pjesë me 5 atlet, është Arti Gjeladini, Diar Xhemaili, Amela Abdi, Eliana Sallai dhe Berina Sinani. Realisht presim rezultate të mira, ne do të jemi edhe të kënaqur të jemi edhe në 20 më të mirët, se çdo njëri prej tyre do të ketë konkurrent deri në 200 konkurrent të tjerë. Edhe shpresojmë të jemi mirë. Atletika e Maqedonisë së Veriut në lojrat europiane të atletikës për fëmijë do të përfaqësohet me 8 atlet dhe atë 5 nga klubi i atletikës Kamjani dhe 3 nga klubi i atletikës Aerodrom nga Shkupi.